Mes kritikave që nuk ndalen projekteve të reja muzikoreve dhe lajmeve për divorcin, Gjensila Myrtezaj po kaloj një periudhë ku gjithçka dukes është në lupën e publikut. Në No Filter këtë javë zbërthejmë gjithçka që po thuhet, e sidomos për paraqitjen e saj të fundit në videoklipin me Ledri Vulën. Gjensila Myrtezaj ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave dhe audiencës për një periudhë të gjatë, e së fundmi pas publikimit të videoklipit të saj të fundit për këngën Ma kthe, ku ajo performon për krah këngëtaret Ledri Vula. Ky projekt u komentua menjëherë, jo vetëm për muzikën, por edhe për stilin e veshjes që Gjensila kishte zgjedhur për këtë klip. Reagimet në rrjetet sociale ishin të ndryshme. Disa prej komentuesve nuk e kursyen kritikën për zgjedhjen e saj të stilit, duke shkruar: "Njëherë të vishet Gjensila do ishte super, apo e zhveshur dhe provokuese deri në vulgaritet." Megjithatë, edhe komentet pozitive ishin të shumta, me fanca që mbështesin për atë që ishte dhe për atë që përfaqësonte. Kush flet keq për të janë vetëm ata që ta kanë zili. Çfarë rëndësie ka si vishet, si artiste Gjensila është super goc, ishin disa nga komentet mbështetëse. Përtej kritikave dhe vlerësimeve, Gjensila është gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe kjo ka ndodhur edhe pas ndarjes së saj me aktorin Bes Kallako. Ajo është sulmuar shpesh në rrjetet sociale, pasi publiku ka tendencën të krijojë opinione të ndara, duke pasur parasysh që të dy janë figura të njohura dhe secili ka një audiencë të madhe të cilën e ka të ndarë tani. Megjithatë, Gjensila ka zgjedhur të fokusohet në aspektet më pozitive të jetës së saj, si muzika dhe familja. Ajo ka vazhduar të jetë e pranishme në skenën muzikore dhe çdo javë është e angazhuar me performanca në klube të ndryshme, si në Shqipëri, ashtu dhe jashtë saj. Pavarësisht sfidave të jetës personale, ajo ka treguar se skena është vendi ku ajo ndjehet më mirë dhe ku shkëlqen më shumë. Gjensila Myrtezaj ka zyrtarizuar bashkëpunimin me menaxherin e njohur Faton Shoshi, i cili pritet të sjellë njërisi në menaxhimin e karrierës së saj muzikore. Kujtojmë se vitin e kaluar, për herë të parë Gjensila ndohet disa detaje për jetën e saj pas ndarjes nga Bes Kallako, me të cilin ka 2 fëmijë. Këngëtarja foli hapur për procesin e divorcit dhe ndjenjat që ka kaluar gjatë kësaj periudhe, duke përmendur gjithashtu edhe disa kujtime nga fëmijëria e saj. Vështirësitë që krijohen në një çift kërkojnë angazhimin e të dy partnerëve, tha ajo. Kam kuptuar se nuk duhet të luftoj vetëm njëra palë. Do ditë që kalonte, kuptoja se po thyej më shumë, ndaj ishte një vendim i marrë nga unë. Gjensila theksoi se ndarja nuk ishte një vendim i lehtë dhe që divorci është një proces që askush nuk e parashikon dhe as nuk e dëshiron. Kam marrë shumë barë në supe, kam lexuar gjithçka në këtë kohë, kam Zotin dëshmitar, vendimin e kam marrë unë, u shpreh ajo. Në lidhje me këngën e Besit që u publikua gjatë periudhës që ata ishin në qendër të vëmendjes për shkak të ndarjes, Gjensila theksoi: "Nuk besoj se kjo këngë ka lidhje me mua, nuk mund ta merrja personale. Përmendoj se ishte një lëvizje e zgjuar për të tërhequr vëmendjen në një moment të tillë kritik. Unë jam muzikante, ndërsa ai është një aktor i shkëlqyer."